Po tjetër një ndeshje mjaft e vështirë me një ekip të fortë dhe e dina që kena një përballje e ashpër që duhet me shku si gjithmonë që kena shku me 3 pikë, qoftë mbrapa, qoftë jashtë kena luajtur gjithmonë për 3 pikë dhe besoj që edhe në Durrës do të shkojmë për fitore. Durrësin e vlerësoj maksimalisht për çdo gjë që ka për ekipin mjaft mirë, por ta shkoj për 3 pikë. 2024 ka nisur në mënyrë më të mjaftueshme për vllaznin. Do të vazhdoj si Unë shpresoj që po, viti 2024 ka nisë mirë, vazhdoj dhe uroj dhe besoj që ta marrim këtë rritëm. Megjithatë, është herët për me folë për objektivat mallore që janë në maj dhe ne do t'i marrim ndeshje mas ndeshjes. Unë besoj dhe uroj shumë që të arrijmë 3 pikëshin, por rruga është e gjatë deri në fund normalisht. Profesor Saçi, teknik Unë besoj që gjithë janë të kënaqur për ecurinë deri tani, sidomos te fillimi i këtij viti për skuadrës, por ekipi gradualisht jam i bindur që po i kthehet aty në fillimlorëve të bukura të sezonit. Por i vetmi problem që kena pas gjatë këtij sezon, mendoj që është damtimet e 5-6 vetëve që kanë zgjat pak a shumë kanë zgjat një farë periudhë dhe nuk lush me 5-6 vetë mangut nuk është e kollajt për asnjë ekip, por ata gradualisht janë kthy dhe javën tjetër këto probleme të vogla që kena me ndërtimin orë që të kthehen edhe ata dhe ekipi të jetë i plot. Besoj shumë që jena në rrugë marrë, po të shohim javë mas jave. Për dëmtimet, kjo situata Dros, ka që po mungon prej kohësh. Drosi ka pas dëmtimin më të vështirë dhe më të gjatë, do të thoshë, por javën tjetër jam besim plot që të kthehet të bashkohet me skuadrën. Profesor, një javë shërbitore mes Velipojës dhe Shkodrës. Një eksperiment që vllaznia kanë me Velipojën. Unë jam i kënaqur me stërvitjen e tyre me trajnerët, me stafin dhe gjithë me përkushtimin e tyre maksimal që kanë pas gjithë të ditë. Na kena shkollën në Ulqin, na shkon Velipojë, çdo gjë bëhet për të mirën e skuadrës. Unë jam shumë i kënaqur te përkushtimi i gjithë secilit. Ato e dinë çdo gjë që rruga është e vështirë, neshit merren 1-1 dhe por edhe besoj shumë që në fund dalin faqe bardhë. Sa i ka plotësuar organikën e skuadrës? Unë besoj që do dhe e ka forcu organika ka në fort të drejten dhe do dhe është gjithmonë një armë plus më shumë, pasi është djali i shtëpisë dhe njohim me detaje, besoj shumë që do ta ndihmojnë deri në fund. Unë jam besim plot që organika e vllaznisë është e plot me përballu këto 4-5 muaj që kanë me deri në fund sezonit. Mund të ketë një surprizë minuta fundit, por besoj që kjo është ekipi që përballojnë sezonin. Besoj që po. Minuta i din trajneri dhe unë besoj që po do të vllojnë poshtë me skuadrën. Vllaznia i kthen në vendin e parë. Besoj që ka detyra e saj për mos të lëshojë. Është e shprehja që është shumë më vështirë me marrë se sa me arrit. Na dina që kena luftë fort përpara, javë mas jave. Kam thënë 10 orë që kena kanë disa pikë mbrapa, që kampionati nuk fitohet në 10 orë. Tham prap që sot që jena në vend parë na dina që prap kampionati edhe në janar nuk fitohet. Ka ndeshje shumë forta përpara, gjithë jena të vetëdijshëm. Do të bëjmë smetin me maksimumin deri në fund. Jam shumë i kënaqur që jena në vend parë, por do të bëjmë mos që më e majt vendin e parë. A ju pëlqen pjesëmarrja në kupën në realizimin e këtij objektivi kryesor të skuadrës? Nuk besoj se ne kanë asnjë, pasi vllaznia ka kontingjentin e duhur që me luftu për 2 trofet, qoftë për kampionatin, qoftë për kupën. Kena shumë besim te djemt, kanë bë mjaft mirë deri tani dhe uroj dhe besoj që do të bëjnë mjaft mirë deri në fund. Vllaznia ka kontingjent të mirë për me përballu këto 2 kompeticione. Mungesa e Gjinit në mbrojtje. Gjini është një lojtar shumë i rëndësishëm për ne, por megjithatë vllaznia e theksoi ka lojtar që me kompensu mungesën e Gjinit dhe besoj shumë që do të bëjnë më të mirën e vet dhe ekipi do të marrë atë që kërkojnë. Duket që gara do të jetë shumë e fortë me këtë skuadër. E dina jena koshient, do të jetë garë e fortë, do të jetë luftë deri në fund. Uroj dhe besoj shumë që në atina skuadra më mirë në gjithë tjera. Boshi ka bërë mjaft mirë javën e kaluar në Pantin, por shtyja e dënimit për Edi Martinit si është pritur në skuadër, është pritur me pozitive.
Normal gjithë kanë bërë mirë, por Edi është lokomotiva që tërheq këtë skuadër dhe është shumë i domosdoshëm në skuadrën tonë. Besoj shumë që bashkë me djemt bëjnë më të mirën dhe uroj dhe besoj shumë që në fund të shqeshim. Profesor, për 3 pikë në Durrës, në Brazil, mund të jeni kënaqur pastaj? Gac, na shkojmë kudo për 3 pikë. E kam thonë, vazhdoj ta përsëris, qoftë këtu, në fushë tonë, qoftë jashtë, na shkojmë për 3 pikë. Vllaznia është emër shumë i madh dhe asnjëherë nuk shkon për barazim, por gjithmonë për 3 pikë. Po raste e arrin, po raste nuk arrin, por objektivi i vllaznisë do jetë gjithmonë për 3 pikë, kudo që të qoftë. Profesor, me fiturin me Dinamo, rezultatet. Unë e thash problemi më i madh i këtij sezon janë ata një periudhë po them rreth 2 mujorëshe për mungesat që pat me skuadër. Besoj që njerëzit dhe çdo gjë nëse quhet njerëz, unë besoj se nuk ka pas njerëz, por kanë mungesat që kanë ndiku. Do besoj gradualisht me kthimin e tyre vllaznia është në rrugën e duhur, por e theksoj gjithmonë me këtë por rruga është e gjatë. Për një pyetje personale, na një personale me detyrën e drejtorit. I kënaqur si përshkon sezoni Normalisht, normalisht, qysh të presidentit, të trajnerit, të stafit, të lojtarëve, të gjithë bashkë, stafi mjekësor, besoj që kena marrëdhënie mjaft mira, gjithë po bëjnë maksimumin që ekipi me pas sukses. Prej të presidentit, të trajnerit, të lojtarët, të stafit mjekësor, gjithë bashkë, jena besoj kompakt me bë më të mirë dhe me marrë maksimumin për vllaznin.